Sot me ne në palimit është zoti Erald Kapri. Erald, mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Edhe kënaqësia ime. E nisi me zhvillimet e dieshme në kuvend. Një nga momentet më të komentuara ishte ironia juaj me këngën për Zëgjine Çavushin. Pse po e sulmoni? Po kush tha që e sulmova? Nuk e dija a e pat kontekstin. Dëgjoni, sa herë në parlament flet zoti Shehaj apo kur flas unë, është ky grupi zjarrit të Qarkut Fierit, mbështetësit e Ballukut, pra Zeqineja, Keduina Zaka, deputeti Kurti, Elio Mile, shumë të tjerë që janë mbështetës të zonjës Balluku, të cilët bërtasin nga vendi me sa fuqi kanë. Dhe realisht kur ti kërkon të flasësh në mikrofon me zërat e tyre rrotull, është e vështirë të përqendrohesh. Ne e kemi injoruar gjithmonë, por dje u bë dhe pak e pamundur, dhe siç e theksova te fjala që ishte para herë dhe vetmja që do merresha me Zeqinen. Por realisht ishte një lloj reagimi, sepse të reagosh nga vendi me të bërtitura me akuza, me nuk e di se çfarë mund t'i quash. Pa të dhënë mundësinë për të folur, sigurisht do reagoja dhe unë, dhe reagova në atë formë. Ti mund ta kesh pas të parën apo të fundit, po s'besoj se do të lejë Zeqineja me kaq. Dëgjoni. Pa reaguar. Jo, dëgjoni, përtej hilaritetit që ndodhe në sallë, do të kuptojmë një gjë që Zeqineja apo dhe shumë të tjerë aty kanë ardhur në atë parlament pikërisht për të bërë këtë gjë. Pra, Zeqineja erdhi në parlament edhe me një mandat që nuk e meritonte. Nga rinumërimi i votave, doli që një zonjë tjetër nga Lushnja, mos gaboj, e meritonte mandatin, e detyroi Edi Rama të dorëhiqej zonja tjetër dhe të vinte zonja Çavushi në parlament. Dhe zonja Çavushi dihet ka ardhur aty që të bëj batuta, të bërtas, të thras, që të shmangi vëmendjen nga debatet reale që do të bëj parlamenti. Për këtë qëllim ka. Dhe unë e thash te fjala ime këtë gjë. Por dhe realisht nuk kemi ndërmend të merremi me Zeqinen dhe e kuptojmë që të merresh me Zeqinen realisht është ajo që do Rama. Kujt i drejtohet realisht mesazhi juaj? Zonjës Çavushi apo mënyrës se si përfaqësohet mazhoranca? Jo, Klea, parlamentarizmi është për tokë. Ndoshta unë s'mund ta them të se jam deputet vet, por çështja ashtu që edhe si një njohës i parlamentarizmit, se unë vi nga bota e historisë, dhe njoh shumë mirë kush kanë qenë deputet më herët, çfarë kontributi ka politika në Shqipëri etj. Në gjendjen që është sot, është përfaqe të zezë. Është përfaqe të zezë. Dhe është e papranueshme që në institucionin më të rëndësishëm të vendit, që duhet të kishte një tjetër lloj përfaqësimi, kemi këtë lloj përfaqësimi. Ndaj dhe nuk është të çudi se kemi protesta më të madhe të këtyre 36 viteve, sepse ky parlament nuk i përfaqëson shqiptarët. Pra përfaqëson një pjesë të vogël sigurisht, por pjesën ndërmuese nuk e përfaqëson më. Veçanërisht moshat e reja, të cilët kanë një botë kuptim tjetër për jetën, kërkojnë diçka tjetër nga politika, nuk i përfaqëson dhe kanë dalë në shesh. Kështu që kjo është edhe në atë pjesë të reagimit që unë pata në parlament dje. Partia Mundësia është parë shpesh pranë qytetarëve në protesta dhe kauza lokale. Atëherë kujtoj protestën e banorëve të Rriolit, ku ishin të pakt politikanë që ishin pjesëmarrës. Sa rëndësishme është për ju që të jeni në protesta dhe jo vetëm në parlament? Parlamenti ekziston për të dhënë zë njerëzve, shumë e rëndësishme. Veçanërisht nga pjesa e opozitës, sepse pjesa e pushtetit ka votat dhe përmes votave bën ligje dhe përmes ligjeve mund ndryshojë jetën e njerëzve. Deputetët e opozitës kanë zërin, pra të ngrenë çështje të vërteta. Dhe Rriolli ka qenë një nga këto kauzat për të cilat ne si parti jemi krenarë që kemi ngritur, sepse nuk fliste askush. Pra në Rrioll janë mpleksur shumë interesa, edhe të Partisë Demokratike, edhe të Partisë Socialiste në pushtet, me firmë të Belinda Ballukut që jepet leja për resort, dhe nuk fliste. Ndërkohë që kishte një komunitet, një fshat tërë që dilte për ditë në protestë dhe askush nuk fliste për ta. Partia juaj nuk kishte asnjë interes që zgjodhi të flasë? S'kemi as interes ne. Çfarë interesi do kemi ne? Ne prandaj kemi marrë të votë besim të shqiptarëve, 50.000 vota, sepse na kanë besuar që po bëjmë një opozitë të vërtet. Ne që kur i morëm votat në zgjedhje, thamë që ne do bëjmë opozitë në parlament. Nëse ne e dinim çfarë mbështetje kemi dhe e morëm të mbështetje dhe besoj që në këto pak muaj parlament, bashkë me kryetarin e partisë zotin Shehaj,
2 deputet jemi, po kemi bërë besoj punën sa për 20 deputet, për çështjet që kemi folur dhe për çfarë kemi treguar aty. Për afro 2 muajsh po zhvillohet protesta. Atëherë organizatorët këmbgulin se ato nuk kanë ndryshime partijake. Si i përgjigjen atyre që thonë se politikat po përpiqen t'i përveçsojnë këto protesta? Tani, këto i thonë këta njerëz të pushtetit, përgjithsisht. Do të kuptojmë një gjë. Kjo është e para protestë qytetare politike, por jo partijake. Do të thotë që qytetarët kanë dalë në shesh dhe kërkojnë ndryshim politik. Nuk e kanë çuar Partia Demokratike, nuk e ka çuar Partia Socialiste. Janë qytetarë që janë dhe mbështetësit tanë, ka dhe socialistë të zhgënjur, ka dhe shumë demokratë në shesh, të cilët kanë kuptuar që pas 35 vitesh pas sira komunizmi dhe me të njëjtën elitë politike që si atëherë, duhet dalim, duhet kërkojmë diçka ndryshe. Pra nuk kërkohet thjesht rrëzimi i Edi Ramës, që shpika 1 sigurisht, por kërkohet edhe një ndryshim i një sistemi të mënyrës bëhet politik. Të njerëzit kanë kuptuar që këtu pushteti, veçanërisht Edi Rama, e trajton Shqipërinë si pronën e vet. Ndërkohë që duhet ishte krejt ndryshe. Një vend që po aspiron të bëhet shumë shpejt vend antar i Bashkimit Evropian, nuk mund vendosi kryeministri se kush pasurohet dhe kush duhet varfërohet në këtë vend. Ndaj dhe janë çuar moshat e reja, të cilët kanë shëtitur, kanë parë botën me sy, kanë studiuar, kanë parë bashkëmoshatarët e tyre në perëndim se si i kanë mundësitë dhe u hapin dyert dhe e bëjnë krahasimin me veten e tyre këtu, dhe shikojnë që nuk ja dalin dot. Besoj nuk ka të rinj në këtë vend, se unë edhe si pedagog i pyes kanë folur shpesh me ta, po e kanë parë edhe vetë se unë bi nga një familje thjesht, që nuk të thonë që shumë e vështirë të çash në Shqipëri. Për çdo gjë të duhet miku, është kështu apo jo? Të duhet miku, po s'patë lidhje. Po mirë, ai Zoti, a mund të çaj vet në një shoqëri normale, se në perëndim, prandaj ka ecur perëndimi, sepse ai Zoti çan vet. Në Shqipëri nuk e kemi këtë gjë, dhe politika e ka pamundsuar këtë gjë. Apo ta them se mund të kesh një tjetër që ka 2 lekë më një dhe kërkohet të hapi një supermarket të vogël. Kush e le atë? Kështu thon ata. Do të hapësh ti diçka të tregosh veten që je supermarket i Zoti, po kush të lë? E dim. Vjen tatimori i taksave, pas vjen ai bashkisë, pastaj vjen ky AKU-s, pastaj të vjen ky i dritave, të gjithë duan nga një bakshish dhe ti nuk çan dot në të vend, domethënë që nuk të lën dot. Kjo është prandaj dhe kanë dalë njerëz në protestë për të arsye. Po si për tjerë çan dot? Nëse do Në ç'kuptim? Në kuptimin që sa e le do jetë për ne që të rritemi si parti? Dëgjoj, Klea, duke qenë se kemi parë se janë hedhur dhe baltë ndaj Agron Shehajko. Po le ta hedhim baltën, gjithnjë Churchilli thoshte që në politik definohesh më shumë nga kundërshtarët që ke përballë. Kur ne kemi kundërshtarë si Edi Rama, Taulan Balla, Ulsi Manja e të tjerë përballë, kjo na bën krenar. Njerëzit e bëjnë vetë diferencën dhe ndryshimin. Ne po bëjmë punën tonë. Jemi rritur si forcë politike dhe të do shikojmë dhe në zgjedhjet lokale të ardhshme. Mbështetja jonë është rritur shumë, sepse njerëzit kanë kuptuar që duhen mbështetur forcat e tjera politike të cilat kanë në qendër qytetare, që flasin për ta, që ka një model ndryshe të bëhet politik. Fundi një politik normale të një vendi që aspiron dhe të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian. Cila është politika normale? Që aspiratat e njerëzve, shqetësimet e njerëzve ti çosh përpara dhe ti u bësh realitet. Pra nëse njerëzit duan mundësi, se prandaj quhemi partia mundësia, më shumë duan mundësi të çajnë në jetë, të realizojnë ëndrat e tyre, me këtë do mundsojmë. Ti lëm rehat. Nëse dikush një njerëz nesër kërkon të hapë një biznes, mos i shkojë më asnjë nga shteti. Sepse shteti po i rri në kurriz, po u prish punë. Pra kjo është gjithë ajo filozofia jonë. Kjo është ajo që do e bëni ndryshe nga partia që është në pushtet. Po. Atëherë ju jeni një nga zërat më aktiv të opozitës në kuvend. Çfarë ju motivon në këtë përballje të përditshme? Po më motivojnë njerëzit. Edhe nga bot kuptimi im, dhe nga formimi im, të kesh një mandat deputeti, pra të përfaqësosh qytetarët në parlament është privilegj jete. Është privilegj jete. Dhe ti duhet t'ia kthesh mbrapsh këtë gjë. Mos harroni që kemi marrë 50.000 vota. Kemi 2 deputet. Do të thotë që mandati që un kam sot nuk është thjesht personal, po është i 25.000 njerëzve. 25.000 qytetarë kanë votuar që unë të jem në atë sallë në parlament. Dhe kuptoni se çfarë përgjegjësie e madhe është kjo, dhe unë kërkoj t'ja u kthej mbrapsh. Me gjithçka,
me çfarë mundem të bëj për ditë. Jo vetëm në parlament, por dhe jashtë, patjetër. A ka ndonjë histori personale që u ka shtyr drejt kësaj betejë? Po është historia e familjes time, patjetër. Kur unë jam lindur në një fshat afër Pogradecit, i madh që punonte në minier, i me më që ishte e pa punë, ishte të dy marsim 8 vjeçar, dhe duke u rritur i pyesja pse ju s'bënin shkollë, më thanë që nuk na lejuan të bëjmë shkollë, sepse vini nga një familje e përndjekur. Dhe këtu nisi dhe ajo kërkesa ime për të kuptuar më shumë çfarë ka ndodhur. Se mbaj mend që kur isha në shkollë, në 8 vjeçare, kisha në klasë shok dhe shoqe që njëri kishte babin doktor, njëri kishte inxhinier, dhe unë pyesa ti mat ose mendoja e kisha pyetur po pse dhe i mat nuk e pati mundësinë të bëhesh një doktor ose një inxhinier ose ku diun një profesion tjetër. Dhe nuk e kishin lejuar pra, sepse vinte nga një familje përndjekur politike. Dhe këtu nisi dhe ajo kërkesa e parë për të marrë edhe me historinë e gjithçka tjetër. Kështu që sigurisht që dhe historia e familjes time më ka motivuar. Pra, unë merrem shumë me lirinë dhe drejtat e njerëzit. Mendon se prindërit ndihen sadopak ose u ka shpërblyer sadopak të nismën tënde? Po patjetër. Sa më ndjekin gjithmonë në parlament, më shkruajnë për çdo gjë, më japin kritika, më japin ide ose kërkojnë që kërkojnë që unë të reagoj për çështje të caktuara që ata mendojnë se ka vlerë. Dhe patjetër sigurisht unë e vlerësoj, domethënë nuk do isha këtu dhe pa mbështetjen e tyre. Thej që më japin dhe kritika. Cilat janë kritikat që të japin zakonisht? Po kritikat që më japin zakonisht kanë të bëjnë më shumë me idenë e përplasjes. Për shembull, ata nuk kanë mësuar të shohin agresivitetin. Ndonjëherë kur shikojnë gjërat nga ekrani, se çfarë ndodh në parlament, ndajnë dhe një shqetësim. Edhe më thonë shpesh që mos dil nga vetja, ti je i qetë, nuk e pse ndonjëherë që ka ndodhur që kemi ngritur zërin në parlament, që ka ardhur diçka si situatë normale. Por kanë këtë mirakun e prindit në radhë të parë. Pastaj kritika kanë të bëjnë edhe me çështje që ngrejmë. Për shembull, ata të dy janë pensionistë, edhe i mat ka një pension si ish minator, dhe kur u diskutua ligji për statusin e minatorit në parlament, sigurisht kisha dhe shumë ide nga i mat se si mund të ishte kjo më mirë. Dhe unë kërkoja që ta vija me këmbë në tokë duke thënë që majoranca, qeveria ka vendosur ta rrezojë projekt ligjin, kështu që mos humb shumë energji. Por edhe për çështjet e tjera të jetës së përditshme. Me që përmendëm pensionistat, le të mbetemi pak tek pensionistat. A mendoni se pensionistat janë të keq trajtuar në Shqipëri? Po patjetër, ne kemi pensionet më të ulta edhe pagat patjetër, po si pensione më të ultat në rajon. Pra paga shumë pensioni mesatar në Shqipëri është diku te 190.000 lekë të vjetra, si mesatar. Pra çfarë mund të bëjë një pensionist me 190.000 lekë të vjetra? Ne jetojmë në realitet që kushdo që ka prindër pensionist, afër pensionist, e di që po se ndihmove në fund të muajit nuk e mbyllin dot. Sikur vetëm nga ilaçet nuk e dalin dot. Pa llogaritur për koston tjetër të jetesës. Dhe çështja e pensioneve në Shqipëri është tipikisht e lidhur me qeverisjen. Tipikisht e lidhur me qeverisjen, sepse një qeverisje që harxhon 4.2 milion euro për të paguar një këngëtar të huaj që të vi të bëjë tavallan në Shqipëri, nuk mendon për pensionistët, s'ka se të mendoj për pensionistët. Dhe di çfarë ishte shumë shqetësuese që e thash dje në parlament, sepse nxori gazetari Osman Stafa, një shpallje të QSU-s që kërkonte donacion nga shqiptarët për blerje pajisjesh. Ka me 10 pajisje që mungojnë QSU-t. Vlera të gjithave atyre ishte diku te 3.4 milion euro. Pra këta morën 4.2 ja të çuajnë Kanye Westit, ndërkohë që me ato para mund të blinin çdo pajisje që mungon apo ilaç që mungon në QSU-t. Se ne dimë në QSU-t përplaset gjithë Shqipëria. Gjithë shqiptarët shkojnë në QSU-t se s'ka më spitale rajonale në Shqipëri. Më t'i keq dhe mua realisht kur lexova këtë lajm. Po është e tmerrshme. Domethënë si mundet spitali më i madh në Shqipëri, por mos thoni vetmi, nuk kishte EKG, nuk kishte shiringa elektrike, kërkonin 200 ca kompjutra. Mos kanë mjekët dhe infermierët kompjutra. Edhe bëjnë kërkesë për donacione që shqiptarët të çojnë lekë atje që t'i blenë.
Fal, po është normale kjo. E di që ne kemi një buxhet për 8 miliardë eurosh. Nuk është një qeveri që s'ka para. Ka para. Vetëm vitin e kaluar, ja u them unë se e kam ndjekur në parlament, qeveria ka kursyer 500 milionë euro. I ka tepër. 500 milionë euro. Dhe këta mendojnë se si t'i vjedhe në gjithçka. Edhe të mos zgjidhesh krizën e shëndetësisë ose të onkologjikut, që mos ketë ilaçe për të sëmurët me kancer. Po kjo është e tmerrshme. Po ato 50.000 lekëshin që u jep pensionistëve her pas here. Po ç'është? Është poshtëruese. Është shumë poshtëruese. Çfarë na duhet? Se ta nuk e marrin seriozisht. Edhe është tallje. Duhet bëhet një studim shumë i mirë tek pensionistët shqiptar. Një pjesë e madhe e tyre ka nevoja urgjente për një pension më të mirë. Gjatë fushatës ne bëm një studim dhe paraqitëm një projekt që për afërsisht 1/4 e pensionistëve, që është 120.000 afërsisht, duhet shkonte pensioni direkt afërsisht 300 euro. Dhe kjo është e përballueshme nga buxheti i shtetit, sepse dakord janë gjithë pensionistë, por jo të gjithë kanë të njëjtën nevojë. Se dikush ka një pronë, dikush ka fëmijë që i mban, por ka realisht shumë pensionistë që janë të vetëm. Për këta pensioni mund të shkojë 300 euro dhe është e përballueshëm nga buxheti i shtetit. Keni parë të keni lëvizje nga qeveria se si të zgjidhni hallën e pensionistëve zero. Ai 50.000 lekësh është realisht si një tallje. Është, domethënë, sikur u jep një para lypsave, i trajton si lypsa. Kjo është shumë e rëndë. Pensionistët në Shqipëri meritojnë dinjitet. Dhe mundësitë e qeverisë janë, sepse kemi parë se çfarë kanë bërë ta me vjetet që i ka zbuluar spaku. I kemi parë. Ndërkohë që me ato para, po të programohen mirë, mund të bësh një politikë pensioni të dinjitetshme. Le të rikthehemi edhe një herë tek Partia Mundësia. Po. Si lindi bashkëpunimi me Agron Shehaj? Po, ka nisur nga librat. Kur unë botova librin e parë Sekretet e luftës në 2017, Agroni sapo ishte bërë deputet në Partinë Demokratike, dhe libri u botua nga Instituti Lumos Këndo. Është institut që drejtohet nga profesor Uran Butka, i cili mbështetet financiarisht si filantropi nga Agron Shehaj. Kështu që Agroni lexoi librin tim, kërkoi të më takoj, u njohëm dhe pasaj që aty kemi pasur një rrugëtim të përbashkët edhe në shumë çështje tjera, siç është edhe ngritja e fondacionit Kujto, që merret me dokumentimin e krimeve të komunizmit e shumë çështje tjera. Çfarë ju bindi që Partia Mundësia të ishte angazhimi juaj politik? Po sepse kishim një pritshmëri që Partia Demokratike do ringrihej, do bëhej e madhe, që do fiton të besimin e shqiptarëve dhe kjo gjë nuk ndodhi. Dhe kur e pam që nuk po ndodhte, veçanërisht pas zgjedhjeve lokale të 2023-shit, morëm një vendim të përbashkët me zotin Shehaj që Shqipëria ka nevojë për një formacion të ri politik të djathtë, jo vetëm për përfaqësuar më mirë, por edhe për të bërë një pozitë më të fortë. Atëherë shpesh e prezantoni mundësinë si një alternativë për të rinjt. Sa hapësirë kanë realisht për të vendosur të rinjt, për të vendosur brenda partisë? Po patjetër, jemi një parti e hapur, dominohet nga të rinjt, drejtuesit ton, koordinatorët ton, kudo në bashki, qarqe, edhe në Tiranë, kuptohet që në Tiranë kemi një organizim më të mirë, sepse këtu morëm edhe 2 mandate, kemi marrë 24.000 vota në Tiranë. Dominohet nga të rinj, përveçanërisht nga të rinj që janë të rinj sipërmarrës, të rinj të realizuar, që kërkojnë diçka ndryshe nga politika. Kështu që jemi partia e të rinjve, realisht. Si funksionon demokracia e brendshme dhe raporti juaj me kryetarin? Kemi një raport shumë të hapur. Për shembull, kemi traditë në parti që shpesh mbas ditëve bëjmë një aktiv të hapur të Tiranës. Që mlidhemi me koordinatorë dhe diskutojmë për çështjet më të rëndësishme politike në vend, në mënyrë që të marrim jo vetëm ide, por edhe një qëndrim më kolektiv, sepse është shumë e rëndësishme që të paktën aktivistët tanë më të zellshëm, ata që janë gjithmonë pranë nesh, do të jenë pjesë e vendimarrjes. Ju jeni një nga deputetët më të rinj në kuvend. Po. E shihni politikën si angazhim afatgjat apo si një etapë në jetën tuaj profesionale? Po nuk mund ta them këtë me siguri. Se të thuash që do bëhesha deputet me siguri, edhe këtë se themi dot. Unë them këtë gjë që
nuk e shikoj për një periudhë që të filloj tani të jem 30 vjet në politikë. Kam lënë diçka për gjysmë, që janë studimet e mia. Unë kam gati, po them, 4 libra ende të pabotuar, që ka nevojë të merrem, fushën e historisë, që janë pasioni im. Dhe do doja shumë që në një moment të kisha kohën e lirë që të merresha me to. Kështu që politika tashmë është pjesë e jetës time, po e bëj me shumë pasion, me shumë dëshirë. Do jap gjithçka që mundem, por nuk e shikoj politikën si profesionin e jetës time, jo. Agron Shea po shihet gjithnjë më shumë si një kandidat potencial për drejtimin e vendit. Po. A besoni se ai mund të jetë kryeministri i Shqipërisë? Agron Shea do jetë një ditë kryeministri i Shqipërisë. Për të jeni të bindur. Ai është e ardhmja. I flet gjeneratës së re dhe vjen në politikë krejt ndryshe nga të tjerët. Vjen si një ndryshimi që vjen. Njëri që ka dalë vet, që ka krijuar një sipërmarrje biznese të suksesshme në vendet perëndimore. Njëri që ka krijuar vlerë të shtuar për ekonominë shqiptare. I cili flet për çështje që askush tjetër nuk do guxonte në këtë vend të fliste. Pra, një që është politikan i vërtet, e ka treguar në gjithë këto vite, dhe ai i flet gjeneratës të re, e cila, siç e përmenda pak më përpara, kërkonte politika dhënien e mundësive. Ndaj dhe dolëm te konkluzioni që emrin e partisë e mundësia, sepse një i ri sot nuk do një punë në shtet, nuk do që ta kesh trajton siç e kesh trajton sot politika në pushtet, po kërkon mundësi të tregoj veten e vet. Dhe gjithë botkuptimi dhe i Agron Shea dhe i Partisë Mundësia është që ne të krijojmë një sistem ku njerëzve tu hapim rrugët, të kenë mundësi të çajnë në jetë, të tregojnë veten, duke marrë shembullin e jetës së vet të Agron Shea, i cili nga një fëmijë, ka ikë në Itali fëmijë me 90-ën, u rikthye në Shqipëri i ri mbasi mbaroi studimet dhe me pasionin e vet, me talentin e vet, krijoi një perandori në biznes me kompani ndërkombëtare dhe që u thot shqiptarëve që atë që kam krijuar në biznes mund ta krijojmë fare mirë edhe në qeverisje. Në fakt un kam një pyetje shumë të madhe. Po. Sepse të gjithë ngacmojnë në parlament për bizneset e tij. Po. Pse? Po pse është krim ti je i pasur dhe në mënyrë të ndershme? A është Donald Trump i pasur? Agron Shea i ka deklaruar të gjitha. Të gjitha, gjithçka. Dhe është një pasuri që e ka vënë me biznese në perëndim. Kryesisht në Itali. Në Itali, po. Ju mendoni se në perëndim do lejonin ashtu siç bëjnë këtu në Shqipëri? Më fal, ku ke një politikan që deklaron vilën e vet? Po në fakt unë e pash jo më larg se sot prononcimin që ka bërë në rrjetet sociale për vilën në Itali. Po. Po keni parë një politik, jo e dini që shumica e këtyre që kemi edhe në parlament kanë vila në Bregdet. Nuk i kanë emrat e tyre, kanë me prestanome, e tjerë e tjerë. Nuk i deklarojnë ata apo jo? Jo, ky është ndryshimi i madh që ka Agron Shea me këta të tjerët. Unë për këtë që sapo the ti, unë nuk e di, po unë doja të pyes nga i din ti këta. Në shkuptim. Për politikanët që kanë vila në Bregdet, por nuk i kanë emrat e tyre. Po nuk i shikon atje që jetojnë nëpër vila? Jo. Seriozisht? I kemi parë të gjithë. Do më thonë janë të tyre. Jo, po një sekond. Pastaj ne kemi fakt. Ty të ka zbuluar Spaku në disa raste. Spaku të zbuloi vilë të Arben Ahmetajt në Green Coast. Të zbuloi vilë të Belinda Ballukut në Dërmi. I zbuloi Spaku këto, që i kishin emra të tjerë. Pse mundësia ka zgjedhur të garoje vetme? Po sepse nuk mund të bëjmë atë që kanë bërë të tjerët këto 35 vite. Që është? Pazari politik. Duhet diçka tjetër. Dhe mendoj që deri tani kemi pasur të drejtë. Edhe nga shpirti i protestës është kjo. Njerëzit kërkojnë diçka të re. Pastaj më fal, me kë do bashkëpunosh? Me kë do bashkëpunosh? Apo kërkojmë diçka të re? Aty është e vjetra, po ikën, duhet vi diçka e re. Kaq e thjeshtë është. Jeta politike kërkon shumë kohë dhe energji. Si arrin t'i mbanin veten mas parlamentit, angazhimit politik dhe familjes? Po me vështirësi tani, me shumë vështirësi. Ka ndryshuar shumë raporte, se mos raport medialin, sigurisht është pak
më e vështirë, kërkojmë të ta kompensojmë në fundjavë, yes, por nuk kam atë kohë që do duhet kisha, veçanërisht me djalin. Me që përmende djalin, kur të rritë djali juaj, për çfarë dëshironi të ishte krenar për ty? Për të gjithë këtë arritjen tënde? Konkretisht për çfarë? Jo, do duhet të ishte krenar nëse kam qenë ose jo një baba i mirë. Jo për pjesën tjetër. Edhe nëse do jemi drejt, kjo ka rëndësi. Nuk do i kërkoj ti mbiri të ndihet krenar se unë kam qenë në politikë. Po mund jetë krenar që kam shkruar libra për të po. Do doje ti që djali jot kur të rritet të përfshihet në politikë? Le ta vlerësoj ai. Unë nuk e kushëzoj. Tani dhe në fund për mbyllje të kësaj bisede, pas përvojës tuaj si gazetar dhe tashmë si politikan, a besoni se Shqipëria do të bëhet? Në ç'kuptim? Në kuptimin që të jetë një vend normal, evropian. Bravo, ashtu siç theti më parë. Gjoni, protesta që po ndodh tani është e jashtëzakonshme. Le ta lidhim pak me kontekst historik. 3 ditë u çuan të rinjt në 90-ën te qytet studenti dhe sollën ndryshimin e madh demokratik që u desh 1 vit e gjysmë derisa të rrëzohej Ramizalia dhe komunizmi në Shqipëri. Tani po ndodh prej 45 ditësh. Dhe ajo që po ndodh në Tiranë nga gjenerata e re është se po ndryshon Shqipërinë e 2-3 dekadave të tjera. Pra, kjo protest sigurisht në mënyrë evolutive, pra pak më të ngadalt, po ndryshon Shqipërinë shumë. Unë nuk po shikoj ndryshim, përderisa shikoj edhe prononcimet e kryeministrit Edi Rama, që është shfazuar apo jo, se Edi Rama nuk po mban një qëndrim të njëjtë nga dita në ditë. Njeri shan, njeri fyen, njeri sulmon, pastaj kthen mendje, po dalë se aty ka kërkesa të drejta. Pra Edi Rama është delegjitimuar nga protesta. Në sensin që Edi Rama nuk e ka më shumicën e shqiptarëve për të qeverisur. Dhe ai e di këtë gjë shumë mirë. Pasi ai ka thënë gjithmonë që unë nuk jap dorëheqje pa mbaruar mandatin. Po këtë nuk mund ta vendosi ai vetë. Përderisa njerëzit janë në rrugë sot, Edi Rama nuk po e qeveris Shqipërinë. Dhe është vetëm çështje kohe që Edi Rama t'japi dorëheqje. Duke parë edhe zhvillime të tjera. Në mënyrën se si po reagojnë të ndërkombëtarët, në mënyrën se si media perëndimore po transmeton protestën dhe në mënyrën se si edhe drejtësia po lëviz në Shqipëri. Mos harroni që nëse ka diçka që Rama i trembet fort dhe ka arsye që duhet të trembet, ai është SPAK-u. Dhe ne kemi thënë që SPAK-u ka vetëm një mision historik. Para se të mbylli mandatin e parë që është pas 2 vitesh afërsisht. Ti hapi proces për korrupsion Edi Ramës. Këtë detyrë ka SPAK-u. Dhe mendoj që nuk do të largët kjo ditë që të ndodhë. Zoti Erald, unë të falenderoj shumë. Ishte kënaqësia ime, faleminderit. Edhe suksese në median tuaj. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.